Një reagim i fortë në rrjetet sociale ka rikthyer sërish vëmendjen te raportet e tensionuara mes figurave më të komentuara të showbizit shqiptar. Këtë herë, Alba ka publikuar një mesazh të ashpër që është interpretuar gjerësisht nga ndjekësit si një thumbim i drejtpërdrejtë ndaj Benitës, duke përmendur edhe një episod që sipas saj ka ndodhur në dasmën e Elionës. Në postimin që po qarkullon online, Alba shprehet me tone të rënda ndaj një vajze që sipas saj është e gatshme të bëjë gjithçka për famë dhe lek, ndërsa rikthen në vëmendje një situatë të ndjeshme nga nata e dasmës së Elionës. Reagimi i saj ka nxitur menjëherë komente të shumta, me ndjekës që janë ndarë në dy kampe: ata që e mbështesin Albën për sinqeritetin e saj dhe ata që kërkojnë më shumë qartësi e prova para se të bëhen akuza publike. Interesimi për këtë përplasje vjen edhe në një moment kur emrat e përfshirë kanë qenë shumë të komentuar në media roz dhe rrjete sociale. Sipas raportimeve të ditëve të fundit, Alba ka qenë në qendër të vëmendjes edhe pas daljes së saj nga formati, ku raportuan se reagoi përmes rrjeteve sociale dhe ndau një postim mbështetës. Ndërkohë, mediat kanë raportuar edhe për dasmën e Elionës brenda spektaklit, si dhe debatet që pasuan mes banorëve pas asaj mbrëmjeje. Nga ana tjetër, edhe Benita ka qenë pjesë e kitëve të fundit në mediat roz, sidomos pas largimit të saj nga gara pak para finales dhe reagimit publik për gjendjen e saj emocionale. Kjo ka bërë që çdo postim, foto apo reagim i lidhur me të marrë menjëherë vëmendje të madhe dhe të interpretohet në shumë mënyra nga publiku online. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka një reagim publik të drejtpërdrejtë nga Benita lidhur me deklaratat e fundit të Albës. Për këtë arsye, shumë ndjekës po presin nëse do të ketë një kundërpërgjigje, sqarim apo një postim tjetër që mund të hedhë më shumë dritë mbi atë që pretendohet se ka ndodhur në dasmën e Elionës. Në rrjet, postimi i Albës është shpërndar me shpejtësi, duke u kthyer në temë diskutimi në faqe showbizi, grupe dhe komente të shumta. Disa e kanë cilësuar si një shpërthim emocional pas ngjarjeve të fundit, ndërsa të tjerë e shohin si një përballje që mund të sjellë reagime të reja në vazhdim. Për momentin, mbetet për t'u parë nëse kjo situatë do të mbyllet me këtë postim apo do të pasohet nga deklarata të tjera publike. Një gjë është e sigurt, çdo lëvizje e Albës dhe Benitës vazhdon të ndiqet me shumë interes nga publiku. Ishte një mbrëmje e qetë vere. Shtëpia duke ja zhytur në një lloj qetësie të butë, ajo qetësi që vjen pas darkës kur të gjithë shpërndahen nëpër dhoma, secili me mendimet e veta. Dritat ishin të zbehta dhe nga dritarja e korridorit hynte një fllat i lehtë që lëvizte perdet me ngadalë. Miri po kalonte nga dhoma e gjumit për të dalë në obor. Kishte nevojë për pak ajër. Diçka e rëndonte brenda, por as vetë nuk e dinte çfarë. Ndoshta ishte lodhja, ndoshta mendimet që i rrotulloheshin prej ditësh rreth Selinës. Selina. Vetëm emri i saj i sillte një ndjesi të ngrohtë në kraharor, por edhe një lloj pasigurie që mundohej ta mbante të fshehur. Teksa po kalonte pranë derës së dhomës së ndenjes, dëgjoi një zë të ulët, mje të qeshur të mbytur. Nuk do të ishte ndalur po të mos kishte qenë për atë ndjesi të çuditshme që i përshkoi trupin. Mirë para ndjenja. Ai ktheu kokën. Dhe aty i pa Gimbo dhe Selina. Shumë afër. Shumë afër. Për një sekond, truri i tij nuk e përpunoi pamjen. Pastaj e pa qartë, buzët e tyre të bashkuara, duart e Gimbos në belin e Selinës, sypët e saj të mbyllur. Koha u ngadalësua. Zemra e Mirit filloi të rritë fort, aq fort sa mendoi se do ta dëgjonin. Një nxehtësi e papritur ju përhap në trup, një përzierje mes tronditjes, dhimbjes dhe një ndjenjë therrëse që nuk mund ta përkufizonte ndryshe veçse xhelozi. Xhelozi e pastër. Nuk tha asnjë fjalë. Nuk bëri asnjë zhurmë. Vetëm qëndroi aty për një moment që ju duk si një përjetësi. Pastaj u kthye. Hapat e tij u bën të shpejt, pothuajse të çrregull. Ai kaloi korridorin me frymëmarrje të rënduar dhe u drejtua drejt kuzhinës. Duart i dridheshin lehtë. Hapi frigoriferin me një lëvizje të shpejtë. Drita e bardhë e brendshme e goditi në sy. Pa as menduar, mori një shishe uji. E hapi menjëherë dhe filloi ta pinte me etje, sikur po përpiqej të shuante një zjarr brenda vetes. Uji i ftohtë rrëshiti në fyt, por nuk i fiku flakët që ndjente në kraharor. Pse po më dhem kaq shumë, mendoi ai. Ai e dinte përgjigjen, por nuk donte ta pranonte. Sepse e pëlqente Selinën, ndoshta më shumë se sa duhet.
Ai mbështeti shpinën pas frigoriferit, syt I mbylli fort. Pamja e tyre I rikthehej pa pushim. Çdo detaj, çdo lëvizje, çdo buzëqeshje e saj që ai e kishte menduar se ishte vetëm për të. Një zë brenda tij filloi të fliste. Çfarë prisje? Ajo është e lirë. Nuk të ka premtuar asgjë. Por një zë tjetër, më I brisht, I kundërshtonte, por mënyra si të shikonte mënyra si qeshte me ty, ai ndjeu një shtrëngim në gjoks. Xhelozia nuk ishte thjesht zemërim. Ishte frikë. Frikë se mos nuk ishte I mjaftueshëm. Frikë se mos kishte humbur diçka që nuk e kishte pasur kurrë realisht. Piu edhe një glënjë tjetër uji. Këtë herë më ngadalë. Nga dhoma e ndenjes erdhi një tjetër e qeshur e lehtë. Ai u drodh lehtë. Instinktivisht vendosi shishën në tavolinë dhe u largua nga kuzhina. Nuk donte t'i shihte më. Nuk donte ta përballonte atë pamje. Kaloi përsëri pranë korridorit, por këtë herë mbajti syt nga dy shemeja. Dera e oborrit ishte pak e hapur. Doli jashtë. Ajo I freskët I natës e goditi në fytyrë. Qielli ishte I mbushur me yje. Gjithçka dukej aq e qetë jashtë, sa dukej e padrejt krahasuar me stuhin brenda tij. Ai u ul në shkallët e oborrit dhe mbështeti bërrylat mbi gjunjë. Duart I kalojnë në flok. Jam budalla, përshpëriti me vete. Por në të vërtetë nuk ishte budalla. Ishte thjesht I dashuruar. Ose në prag të dashurisë. Dhe dashuria, sidomos kur është e pashprehur, mund të jetë mizore. Mendimet filluan ta sulmonin. A është Gimbo më I mirë se unë? A është më I bukur? Më interesant? Më I guximshëm? A e ka parë ajo ndonjëherë mua ashtu si e shikon atë? Ai ndjeu një lloj zemërimi të heshtur ndaj Gimbos. Por menjëherë pas tij erdhi faji. Gimbo ishte shoku I tij. Nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Nuk e dinte çfarë ndjente Miri. As Selina nuk e dinte. Dhe ndoshta kjo ishte pjesa që e lëndonte më shumë. Ai nuk kishte guxuar kur t'i tregonte asaj. Kishte zgjedhur të qëndronte në heshtje, duke shpresuar që gjërat të ndodhnin vetë. Dhe tani po paguante çmimin e asaj heshtjeje. Mjeloti vetëm I rëshiti pa e kuptuar. E fshiu shpejt me mëngë. Nuk duhet të jem kështu, tha me vete. Nuk duhet ta lë këtë ndjenjë të më kontrolloj. Por xhelozia është e pabindur. Ajo futet në mendje dhe fillon të krijojë histori që ndoshta nuk janë as të vërteta. Ai imagjinoi Selinën dhe Gimbos duke qeshur së bashku, duke ndarë sekrete, duke u afruar çdo ditë më shumë. Çdo skenar e shponte pak nga pak. Papritur dera e oborrit u hap ngadalë. Miri ngriti kokën. Ishte Selina. Ajo ndaloi kur e pa, duke I pak e hutuar. Miri, je mirë? Pyeti ajo me zë të butë. Ai ndjeu një përzierje emocionesh. Një pjesë e tij donte të bërtiste. Një pjesë tjetër donte të ikte. Por një pjesë më e thellë donte vetëm të ishte I sinqert. Po jam mirë, tha ai fillimisht, por zëri I tij e tradhtoi. Ajo u afrua dhe u ul pranë tij. Nuk e preku, por afërsia e saj mjaftonte që zemra e tij të fillonte përsëri të rrite fort. Dukesh I mërzitur, tha ajo. Ai heshti për disa sekonda. Pastaj mori frym thellë. Të pash, tha ai më në fund. Ajo e kuptoi menjëherë. Sytë e saj u zbutën. Miri është në rregull, e ndërpreu ai. Nuk ke bërë asgjë të gabuar. Thjesht mendoj se nuk e dija sa shumë më prekte. Heshtje. Nata dukej se po dëgjonte. Selina uli syt për një moment. Nuk e dija që ndjeje kështu, tha ajo me sinqeritet. Sepse nuk ta kam thënë kurrë, u përgjigj ai me një buzëqeshje të hidhur. Ajo e pa drejt në sy. Do doja ta dija më parë. Ai nveu një therrje shprese dhe frike njëkohësisht. Pse? Ajo mori frym thellë. Sepse ndoshta gjërat do të kishin qenë ndryshe. Fjalët e saj qëndruan pezull mes tyre. Miri ndheu se diçka brenda tij po ndryshonte. Xhelozia po zbehej pak nga pak, duke lënë vend për qartësi. Ai kuptoi se ndjenjat nuk janë garë. Nuk fitohet dikush duke u krahasuar me dikë tjetër. Fitohen duke qenë I sinqert, duke marrë rrezik.
Jam vonë, apo jo? Pyeti ai me zë të ulët. Selina nuk u përgjigj menjëherë. Nuk e di, tha ajo më në fund. Por e di që nuk dua të shoh të lënduar. Ai buzëqeshi lehtë. Për herë të parë që nga ai moment në korridor ndheu pak qetësi. Ndoshta nuk mund ta ndryshonte atë që kishte parë. Ndoshta nuk mund ta fshinte dhimbjen menjëherë, por mund të zgjidhte si ta përballonte. Ai nuk u ngrit për të ikur këtë herë. Qëndroi aty, me të, dhe për herë të parë atë natë nuk vrapoi larg ndjenjave të tij.